Jemi këtu me parashikimin ditor të datës 9 prill të 2025. Duket se pikërisht kjo ditë ka shumë gjëra për të thënë, shumë gjëra për të thënë. Dhe mundësitë që jepen, koha që ka të bëjnë me punën, duket se çdo gjë ndryshon, çdo gjë merr vendim. Dhe pikërisht nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 13, ku kemi një kënd fantastik, që do të thotë Diell, Hënë dhe Saturn, një trekëndësh shumë pozitiv, ku ndihmon në gjëra të mëdha, në vendimet dhe në ndryshimet. Megjithatë, edhe pse juve i keni ngadonjëherë mendoni shumë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me gjëra kontrata të rëndësishme, se kontratat janë ato që ju bëjnë të ndihni pak a shumë të ndrydhur nga mos nuk është mirë ta firmosh ose të bëj diçka. Ajo që do të shikoni në lidhje me këtë ditë, nga ora deri në orën 1, që është një periudhë e mirë, këto ndikimet që jepen dhe përfitojnë shumë shenjat, siç janë peshqit, siç janë gaforet, siç janë shigjetarët, siç janë virgjereshat, pra janë 4 shenja që përfitojnë në këtë drejtim, kur është një mundësi shumë e mirë dhe pse jo, mund të dilni të fituar nga gjithë problematika që keni pasur, çështjet që keni pasur, dhe vjen momenti dhe koha e plotësimit të dëshirës suaj, ku momenti është fantastik dhe shikoni dhe vetë ku gjërat do jenë pozitive në anën tuaj dhe mundësitë që kanë të bëjnë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimet që do të keni tani e tutje. Por para